Të fillojmë me një herë. Sot do të shqyrtojmë një kornizë teologjike vërtet magjepse që merret me një marrëdhënie shumë të veçantë, atë midis njerëzimit dhe vetë kohës. Materiali ynë burimor bazohet në një ligjëratë mjaft të thellë që e ndan kohën në dy kategori krejtësisht të kundërta: kohën e shenjtë dhe kohën shekullare. Dhe jo vetëm kaq, por i lidh këto koncepte me atë që njihet si koha e fundit. E po, le të thellohemi dhe të kuptojmë se si përdoren këto ide të lashte për të shpjeguar në fakt realitetin ton të përditshëm modern. Është një fenomen pothuajse universal në ditët e sotme, apo jo? Ajo ndjesia e çuditshme sikur koha thjesht po fluturon, sikur ditët dhe javët zhduken sa hape mbyll syt. Të gjithë ne kemi ndjer këtë përshpejtim marramendës të jetës. Ajo që është tepër interesante është se burimi i kësaj analize e përdor këtë ndjesi të përbashkët si pikë nisjen e tij. Nuk shihet thjesht si një ankesë tipike e jetës moderne, absolutisht jo. Materiali e ngre këtë në nivelin e një misteri qendror, i cili mund të zbërthehet vetëm përmes një lenteje mjaft specifike teologjike. Për ta bërë më konkrete, burimi e lidh këtë ndjesi drejt për drejt me një profeci specifike eskatologjike. Citohet tekstualisht se në kohët e fundit do të ketë një përshpejtim të jashtëzakonshëm. Një vit do të kalojë si një muaj, një javë si një ditë e një ditë si një orë. Tani, kjo është vërtet e rëndësishme. Theksohet qartë se koha në vetvete, nga ana fizike, nuk po lëviz më shpejt. Koha është gjithmonë aty e përpiktë. Përkundrazi, thelbi është se perceptimi ynë njerëzor është ai që po ndryshon kaq me shpejtësi. Dhe siç do të shohim, kjo ka pasoja thellësisht rënditse. Dhe për ta kuptuar thellë këtë perceptim, ligjërata mbështetet tek eskatologjia islame. Si koncept, kjo është thjesht studimi teologjik i kohëve të fundit dhe i fatit përfundimtar të njerëzimit. Argumenti kryesor këtu është se ngjarjet moderne globale, qofshin ato historike, ekonomike apo edhe vetë ndjesia jonë e kohës, nuk mund të kuptohen asesi jashtë kësaj dege të dijes. Është pikërisht kjo kornizë, kjo lente veçantë që përdoret për të analizuar dhe filtruar të gjitha ndryshimet e mëdha shoqërore në këtë material. Kohë e shenjtë përban kohës shekullare. Këtu fillon vërtet të marr formë argumenti. Kalojmë te thelbi i një dualiteti mjaft të ashpër, që e ligjërata thekson mes ritmeve të lashta natyrore dhe sistemeve tona moderne dhe artificiale. Le të shqyrtojmë këtë dallim masiv. Sipas folësit, koha e shenjtë është diçka organike, thellësisht e lidhur me natyrën. Bazohet te hëna. Muajt fillojnë me hënën e re dhe përfundojnë me të, ndërsa vetë dita nuk fillon në mesnatë, por në perëndim të diellit. Tingullon krejt ndryshe, apo jo? Në kontrast të plot, koha shekullare trajtohet si një sistem krejtësisht artificial i bazuar tek dielli. Këtu dita nis në mesnatë, bazuar në llogaritje arbitrare, dhe muajt janë prerë pa mëshirë në 30 apo 31 ditë. Ky sistem përshkruhet si diçka pas një lidhje të vërtet me ciklet natyrore hënore. Për të treguar sa i madh është ky hendek, burimi përdor një shembull të pastër matematikor, dallimin mes numrit 300 dhe 309. Ilustrimi merret nga historia e lashtë e banorëve të shpellës, ku një grup të rinj bien në gjumë për 300 vjet, por teksti shton atë detajin e rëndësishëm edhe 9 vite të tjera, dhe këtu zbulohet kleçka. Falsi shpjegon se 300 vite hënore saktësisht barazohen me 309 vite diellore. Kjo mospërputhje matematike përdoret për të argumentuar se kalimi nga një kalendar hënor në një diellor sjell pashmangshmërisht një manipulim të vazhdueshëm dhe të panatyrshëm të kohës. Ngritja e kohës mekanike. Pra, si ndikoi braktisja e kalendareve natyror? Kjo na kalon te pasoja e radhës. Çfarë ndodh kur e lidhim veten pas një sistemi jashtëzakonisht të ngurtë të matjes së kohës? Të ndalemi pak tek elementet e kohës mekanike. Folsi është mjaft i prerë këtu. Argumentohet fuqishëm se koha e lirë dhe natyrore është coptuar e prerë simetrik në segmente matematike, 24 orë totalisht të ngurta nga 60 minuta secila me nga 60 sekonda secila, e kështu me radhë. Në kohën e shenjtë theksohet se orët mund të kishin gjatësi të ndryshme, bazuar në dritën e diellit apo stinët, ndërsa tani gjithçka është e standardizuar, e hekurt dhe sipas këtij leximi tërësisht e shkoputur nga çdo lloj ritmi harmonik i jetës. Për ta përforcuar këtë ide të humbjes së ritmit, përdoret një anekdotë mjaft interesante historike mbi shkeljen e sabatit në Konstantinopol. Historia rrëfen për një komunitet që vendosi të peshkonte gjatë ditës së sabatit, një ditë që supozohej t'i dedikohej ekskluzivisht pushimit shpirtëror dhe lutjes. E po, sipas analizës, kjo ngjarje nuk është thjesht një detaj i vogël. Ajo simbolizon momentin kur një qytetëri mitër zgjodhi t'i jepte prioritet total tregtisë dhe përfitimit ekonomik, duke shkelur kufijtë e shenjtë të kohës.
është një lloj paralajmërimi i hershëm për shoqërinë tonë moderne. Shëndeti mendor dhe kujtesa. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet alarmante. Materiali krijon një lidhje të drejtë për drejtë dhe mjaft kritike mes këtij tranzicioni të ngurtë kohor dhe krizave psikologjike të botës moderne. Për të vizualizuar dëmin, Folsi sjell një analogji që e godet shenjën në perfeksion, analogjinë e motorit të çakorduar. Le të përfytyrojmë një njerëz të shkëputur plotësisht nga koha e shenjtë, si një motor makine që nuk i është bërë asnjëherë servis. Nëse nuk ndalojmë për të akorduar motorin me ritmin e duhur, çfarë ndodh? Performanca fillon të bjerë ngadalë, zhurma rritet, derisa në fund motori shkatërrohet plotësisht. Sipas kësaj logjike, kjo është pikërisht ajo që i ndodh funksionimit tonë të brendshëm në nkëthetrat e kohës mekanike. Kjo na çon tek një nga pretendimet më goditëse të materialit. Ai fenomeni i tmerrshëm që përmendëm në fillim, ajo ndjesia që koha po na rrëshqet nga duart më shpejt se kurrë, nuk është diçka e padëmshme. Folësi argumenton se është fjalë për fjalë një shenjë paralajmëruese, një alarm i kuq për rënjen e kujtesës dhe kolapsin e shëndritit mendor. Stresi nga shpejtësia e perceptuar po i shkakton dëme konkrete mendjes njerëzore, duke e shtyr atë drejt krizave tepër të thella nëse mbetet e shkëputur nga koha natyrore. Kthimi te ritmet natyrore. Atëherë pas gjithë kësaj diagnoze mjaft të zymt, cila është zgjidhja? Sipas Folsit, hapi tjetër kërkon braktisjen, kudo që është e mundur, të diktatit të orës mekanike, për t'i kthyer syt nga qielli dhe për t'u sinkronizuar përsëri me natyrën. Dhe kjo fillon natën. Zgjidhja propozon ndarjen e natës në 5 faza jetësore, me kufi mjaft të qartë mes detyrimeve. Faza e parë është koha publike, që nis pas perëndimit të diellit dhe mbaron në lutjen e natës. Koha për t'u socializuar. Faza e dytë është thellësisht intime, koha private dhe ekskluzive për familjen. Më pas kemi gjumin e thellë për të riparuar biologjikisht atë që lodhja e ditës shkatron. Faza e katërt është gjumi lehtë, hapësira ku ndodhin ëndrat, dhe në fund fare, ajo periudha e qetë, fantastike para agimit e destinuar vetëm për reflektim. Çdo fazë ka një mision thelbësor. Mëtej kalohet te dita e cila ka një progresion po aq mahnitës. Gjithçka nis me agimin, ose siç e quajnë materiali, simfonia e zogjve. Të zgjohemi në atë kohë për të dëgjuar këngën e tyre para se të dalin rrezet e arta të diellit, vlerësohet si diçka tepër ngjallëse. Pastaj vazhdohet me mesmëngjezin aktiv, orët e punës në kulmin e diellit e deri te rënja e tij drejt pasdites së vonë. Theksohet vazhdimisht se vëzhgimi vetëdijshëm i këtyre ndryshimeve në qiell ka fuqinë të zhdukturësisht zbraztin shpirtërore të jetës son të mbyllur me smureve. Ky ritëm pasditeje shërben edhe për një metaforë vërtet madhështore që përdor burimi. Ai flet për pasditën e vonë të historisë. Pra, konceptohet se mbar njerëzimi sot ndodhet fiks aty, në pasditën e vonë të ekzistencës së tij. Është një referencë thellësisht eskatologjike, përshkruhet si dhe epokë që fatkeqësisht karakterizohet nga një humbje e thellë, një endje pa drejtim, sepse njerëzimi e ka lënë të vërtetën dhe ritmin natyror të shqas nga duart. Kjo analizë mbyllet me një dikotomi e cila të gozhdon dhe të bën të mendosh vërtet. Kërkohet një refletim total rreth gjithë asaj rutine moderne ku jemi zhytur. Kush po e fiton betejën, ritmet e thella natyrore apo ajo zhurma e ftohtë e jetës së sinkronizuar vetëm nga krepat e njore mekanike? Pyetja e vërtet, absolute që na mbetet, është pikërisht kjo. A jemi ende qenie njerëzore që marrin frymë brenda kohës së shenjtë, apo jemi transformuar thjesht në makineri zhurmuese brenda një kohe pa shpirt? E po, mbetet vërtet për t'u menduar thellë.